I shpëtoi ekzekutimit 8 herë dhe kaloi mbi 70 vite në burg. Vdes në moshën 101 vjeçare. Francis Clifford Smith, i cilësuar si i burgosuri më i vjetër në SBA, ka vdekur në moshën 101 vjeçare. Smith u dënua për vrasje në vitin 1950, kur ishte vetëm 25 vjeç. Por ai e mohoi gjithmonë fajsin. Ai ishte akuzuar për vrasje në një roje nate në Connecticut. Me kalimin e viteve ndaj çështjes u ngritën shumë dyshime, pasi disa dëshmitar të rroqën deklaratat e tyre, ndërsa një i burgosur tjetër pretendoi se ai ishte autori i vrasjes. Këto dyshime bën që Smith t'i shpëtonte 8 herë ekzekutimit. Në vitin 1954, dënimi me vdekje i u ndryshua në burgim të përjetshëm. Smith kaloi më shumë se 70 vite pas hekurave, me disa periudha të shkurtra jashtë burgut. Madje në vitin 1967, ai u aratiz dhe u kap vetëm 12 ditë më vonë. Në fund të jetës, Smith vuante nga demenca dhe probleme të tjera shëndetësore të lidhura me moshën. Një histori e jashtëzakonshme e një njeriu që kaloi pjesën më të madhe të jetës në burg dhe i shpëtoi 8 herë dënimit me vdekje.